formën LDK-ja dhe PDK-ja. Edhe që ku jemi, do më në mas këti rezultatit mirë PDK-ja pet, u hek Memli. Si e komenton dërgjesin e Memlit? E vërtet këtë teorinë tonë që... Për mu është çështje e brendshme e ty në dhe strategjike. Në aspektin ato që a keton prej... Ajo, po dhe dërheqja gabim. O kon gabim kur është zgjedh, është gabim që është dërheq, sepse gjithë shka është të shku në kodët e qasaj logjike. Albin Kurti nuk ka me mujt askush për shkak të një personaliteti. Që ka emnin Bedre, ose Enver, ose Lumir, ose Memli, ose kushdo. Nëse s'ki ide e cila nuk graviton në epicendrën e ti, po graviton jashtë ti, pra në orbitën tonë, nuk jenë të në orbit ti ku sillesh, sa do një personalitetin rëni, nuk mundesh me mujt ata, sepse ti nuk e ka e lufton në thelbi dhe në si. Pra ndaj, unë për shumë për BDK-n ku menu gjithë, që nuk o dasht me zgjedh asë një kryetar ata. Ata o dasht me shku me një ushtruz dhe tyre dhe me thonë kryetari jonë është në Hagë. Sepse realisht nuk mundët asë njani me u bo kryetar në PDK, derisa liderët janë në Hagë të tyre. Pa ta kanë strategjinë e vetë dhe zgjedhin. E dyta, s'tia peshini që ka ndodhë. Kur ardhë Memli, ardhë veç si përshtatje edhe Lumiri njëjtë, veç si përshtatje kërkesa votuesve vëves. Se kthehen, thëshin ata të nasin. Shku një hera në aksidentalisht, tash kthehen. Pe votojmë vjosën, thëjke Lumiri, se më kthehen votuesi i LDK-s. Edhe ajo s'ndodhe, as kjo normal që është e ponë. Pse është të rëndësishme me kuptu që pushteti i fort, autoritar, nuk mund është me mujt me strategji, është veç që kjo. Se ti vjen me një kryetar masi i ka pru disa rezultate në parti dhe jap dërheqje. Është e pa logjikshme. Domthonë, ai tha ko marr partinë me 4 komuna, edhe ko marr partinë me 17% nëse s'ka bëj, e kom qu në 7 komuna 6 nëse se e ka pru herën nona në 8 sa i pas herën e kaluar, tash i hupi do. Pse duhet me jap dërheqje? S'është çështje e tyre, nuk është të më interesu mu dinamikat e brendshme. Po mund të më intereson pi perspektivës të kuadrit opozitar. Edhe kush ka vjen me cilin ide ka vjen. A mund të më kallëzu dikush ku dallojnë Lumiri, Bedria dhe Memli? Në cilin ide dallojnë? S'po them që s'ka ndaj qëndrim ndryshe, po cila është ideja politike që ata e kanë dallim njëri me tjetrin? S'ka asnjë san. E nëse mendojnë që një ide të madhe të rrezikshme që ka Albin Kurti mundet me personalitete, me strategji, tash e qesim Bedriu, nesër e qesim Memlin, pastaj e qesim ato, keni të sigurt që s'ka me ndodhë kështu. Edhe opozita për mu ka gabu që se ka bo qeverin. Ka gabu që se ka bo qeverin. Po këthejemi si e ke pa propozimin e zotit Amziku për një qeveri tranzicionit. Aja ishte pozicion për me justifiku vetën që nuk dashti me hinë qeveri me PDK në dhakën. Me justifiku? Menoj që fajtori maj madh i mos krijimit të qeveris nga kampi opozitar është Lumir Abdigjiku. Ta një adhe tjerë për maj madh ishte. Edhe aje boni ata vetëm sa për me thonë që na nuk i kem numrat. Numrat ishin 52 vota shqiptare, 10 minoriteti jo sërb, Nenad Rashiqi jashtë listës sërbska, dhe unë besoj që nuk ishtë dashmi përjashtu as listën sërbska. Jo me pranu më parem, e as me përjashtu më parem. Ti, sepse unë besoj thellë që Kosova duhet me pas hapësirë, që është ka dhe me kushtetut, po dhe në veprime politike, që minoritetit sërbë mja njohë drejten e përfaqësimit politik. Së është pun listës sërbska, se kështë një emision një gazetar pyti, tha që me bo, që po të kalzoj, që këj kryeministër ku të zgjedhet, qoftë Glauku, qoftë Albini, kanë me bashkëpunu me krejt kryetarët e komunave që në listës sërbska. Edhe Albin Kurti ka dalë dhe ka deklaru para prakisht, që unë do të bashkëpunoj me kryetarët e rritë zgjedhën listës sërbska. Që shko ka deputeti i listës sërbska problem, e kryetari i komunës jo ku e ka pushtetin real. Pse ti bashkëpunoj me këta, jo me këta. Albin Kurti i futi... Është dalimit e ke fundit? S'ka asnjë dalim. Asnjë dalim, bile ma i fort është kryetari i komunës në rastin e listës sërbska, sa deputeti. Sa i përket që na kanë vra policin, e kanë vra edhe Enver Zymberin, ma heret. Do me thonë, nuk kanë rru kur gjo, përveç shpjegimit të Kurtit, që mja bloku opozitës, që opozita kur mos me konsideru listën sërbska. Nesër... Po si zuti Kurti e ka këto strategji, nuk e ka që është parimore... Që ta marim hipotetike, nesër fiton Kurti edhe bën qeverin. Dhe lista sërbska eventualisht nëse i fiton 10 deputet.
se kemi asë një që është rasti në Nad Rashicit. Nësi, po supozojmë që i murë dhejtit. Albin Kurti ka me zgjedh edhe në kryetarin e listës sërbska, Albin Kurti ka me zgjedh edhe ministrin, edhe ka me thonë, unë s'po du, po kjo është obligim. Thatë që... Qështu ka me ndodhë? Po. Pra ndaj unë përdojmë që nuk gudzojmë në asë një rrethon kornizat që i qetë pushteti me vepruti. Dardan, thatë që edhe liderët kër i nëzgjedhë, të dy partitë i nëzgjedhë si referencë, mi josh elektoratin, ose kërkesat elektoratit Albin Kurtit, se këta këtë këtena. Thatë që këj propozimar për mistifiku vetin, po dhu që edhe sot do veprimet politike të LDK-s edhe PDK-s kanë qenë si justifikim dhe elektoratit me shpresën që do të këtë njerë. Jo, unë besoj për me qenë ma korrekt, për me qenë ma korrekt, PDK-ja ka qenë ma insistuse për me bo qeveri. Po, ka dhonë propozime. Ka jep edhe propozime dhe ka pas ma insistim. Unim të thonë që është legjitime me bo strategji me votusin. Po unim të thonë që nëse s'ki ide, bën vi strategji, nuk të krymë punë. Ndoshta një strategji pej shkronjës, pej pikës në pikën 20 qetë, po është e pa qëndrushme, se si e ka din ka e të dash më shku.